cilat janë sfidat ose problemet më të mëdha psikologjike të individëve dhe shoqërisë sonë? Okej. Të marrim që ankthi është në shtim jashtëzakonisht shumë. Do të thonë, a din çka interesant, libri I parë I psikiatrisë është shkruajt DSM-i para një 70 viteve. Dhe I ka shkruajt dikon 100 faqe me çrregullime. Pas 70 viteve, versioni I fundit I librit I ka 1000. Opa. Do 1000 çrregullime. Ka fillu me 100, ka përfundu me 1000 çrregullime. Edhe 1-0, subhanallahu. Edhe ajo që është interesant, mjekësia ka avancu shumë pothuajse në gjitha aspektet. Tash ka mundësi që njeriu ta ndroj gjakun e tij, apo përmes dializës, ka mundësi që frymarrjen ta bëjnë mjetet teknike për njeriu, pra vetëm për trunin është duke u ditë shumë pak. Ka me që ti. Ndërsa çrregullimet janë duke ushtu dita e ditës. Dhe këtu I kemi njerëzit, zakonisht dy lloje. Një lloj që janë tipa nostalgjik, që flasin për të kaluarën. O, sa mirë ka qenë para luftës, nuk kemi pas shumë para, po kemi qenë bashk, kemi qenë njëri me tjetrin, këta janë tipa depresiv. Okay. Edhe kemi tipa ankthios që gjithmonë shikojnë për të ardhmen. Për mua. Edhe gjithmonë negativisht çka nëse lufta Rusi-Ukrainë shpërndahet në tërë Evropën. Çka nëse ndodh prap një epidemi e madhe. Çka nëse domethënë kemi probleme financiare. Çka nëse nuk ka mundësi mu martu, çka nëse fëmijët e mi nuk ka mundësi mu shkollu, çka nëse. Janë tipa të cilët e shohin botën vetëm me perfeksionizëm, do të qenë perfekt. Pra, nëse nuk flas në mënyrë të përsosur, nuk të vi të në podcast. Edhe punojnë me këtë matematikën, ja 0 ose 100%. Nuk pranojnë ndrysh. Kështu që këtyre tipave që mendjen e kanë gjithmonë për të ardhmen, ju punon truni shumë overthinking, edhe nuk ju sjell ndonjë rezultat. E kjo ja merr 98% të energjisë. Sa që në fund janë duke punu, vepru me 1% 2% të energjisë tyre gjatë ditës. Çka mush me boti me telefon qoftë se ki 1% 2% bateri? Po thuaj se kurrë. Edhe kështu që ishe që vendosin me u izolu, mos me qëndru mrena, tash izolimi është diçka jashtëzakonshme. Ishe ata të cilët kanë kushte të mira, jetojnë ose në podrum, ose në kulm, ose kanë bërë një dhomë, edhe gjithë ditën I ke duke luajtur lojra, o duke në internet, ose në botën e vet. Po, ose punojnë programera, kanë rroga të mira, 1.000, 2.000, 3.000 euro, mirë po nuk dalin. Porosisin online me hunger, ju vjen posta shpejt për çdo gjë. Po, nuk ka nevojë për të tjerë. Domethënë, njeriu po bëhet shumë egoist, shumë I pavarur, është rrit niveli I lartë I narcizmit, vetëm on. Janë shty edhe martesat, ku të rit nuk dojnë me marrë përgjithësi, dojnë me najtë ende për shembull që me I majtë baba, edhe ai me pas 1 euro 2 euro në xhep sa për një kafe, ose sa për me pas një internet free, edhe kaq. Traumat ndryshme që populli ka kaluar në trauma, të lloj-llojshme. Edhe këto vetëm se janë shtresu, edhe nuk janë përpunu kur. E tash të paraqiten në momentin kur mas pak ti dohen. Për shembull, të ka ndodhur diçka para 10-15 vjetë, ndërsa tash fillon ta zojmë panic attack, tash fillojnë mendimet negative, tash fillon edhe nuk e shijon shijen e jetës që duhet. E thu, edhe të vjen natë thu, pse po kjo ka ndodhur para 10-15 vjetë, pse tash janë pasoja. Për arsye se trauma I përngjan si një gacës të ngjillit, që është mrena, lëshon tim kapak, mirë po, për vite, deri sa më duhet me I hap dritarët, duhet me largu për arsye se bëhet jeta e padurueshme.
Kështu që rregullimet janë të shumta. Ata të cilët janë profesionistë, ata të cilët i njohin janë domethënë jashtëzakonisht pak, po elhamdulillah domethënë hoxhallarët luajnë një rol shumë pozitiv për arsye se janë gjithmonë me komunitetin, qëndrojnë me ta, dëgjojnë hallet e tyre, janë momentet e gëzimit, janë momentet e pikëllimit etj.